Zonja Zotrimi mbrëma, momenti rrethit katror për të mbyllur rubrikën e së diellës. Me miq tan do doja ta nisja me Rizarta Hoxhën. Rizarta, marrim shumë komplimente dhe komente pozitive për ty, kështu që ndihem shumë e ka qenë java jote. Shumë mirënjohëse. Dhe jemi ne të kënaqur që kemi këtu. Bledi Manen. Në një kompliment për Fredin? Bledi Manen mi mbrëma. Bledi ka të përhershme Dhe komplimentet bashkë. Fred Sako. Manush, sot pyeta Rizartën, i thash për çfarë ke mbaruar shkollën? Dhe më tha për inxhinieri dhe e dinja që kish mbaruar për shkenca eksakte. Dyshonja shumë, domethënë. Do thuash ti pse? Sepse Rizarta diti lidh pikat ka logjik në ndryshim nga Mania me Milaimin. Ja, 2 inxhinierë të dështuar që kanë gjetur punë te rrethi katror. Ose 2 inxhinier ambicioz dhe vizionar, do thoja unë. Predi vajti 80 vjeç ambicioz. Më pëlqejnë këto debatet vogla, se keni idenë se sa mirë kuptim ka brenda këtij grupi, por jo në pikpamje. Ora e sakt është ajo e Verde Watches, është ora rrethit katror. Që tani 40 minuta do ndodhi gjëma tu tek ne. E nisim pak me aktualitet, Mane, sepse kjo Rama Veliaj ka këndvështrime. Ti ku e shef, si e shef të? Mua, sinqerisht, më shqetëson bipolariteti i njerëzve në këtë vend. Ose më mirë, shqiptari virtual agresiv. E mbani mend shkurtin kur u arrestua Erion Veliaj? Filluan bataret, sharje, mallkime, ulërima, gjithçfarë llojesh në rrjetet sociale. Dhe kaluan muaj, Erioni shkon në gjykatë kushtetuese, gjykata e rikthen përsëri në krye të Bashkisë Tiranës, dhe se ka lindur një dashuri e madhe nga turma, nga njerëzit për Erionin, dhe urrejtjen, sharjet dhe mallkimet tani ja kanë lëshuar zëvendës kryeministres Balluku. Me sa duket, raca jon nuk ri dot pa një gjah, pa një, si thon lebrit, pa kërm, ku i lëshohen e han, e kafshojnë, i thithin gjakun. Pra, ne vazhdojmë të jemi të mbjellim makabritet në rrjetet sociale, dhe kjo është shumë e dëmshme, sepse her pas here po na vjen radha të gjithëve. Në qoftë se ti shansot, nesër nipi jot, ose kunati, ose motra, do t'jenë në spag dhe ne do t'i lëshohemi. Shqetësime kanë sharje të mund të qajtë, në rëndësishme që Hidrit vazhdoj dhe Shqipëria të përpara. Ç'na duhen emrat e përveçëm? Pse shqetësohesh ti me emrat e përveçëm? Po ti vësh edhe statistikat europiane tregojnë që shqiptarët kanë një varësi të frikshme nga rrjetet sociale. Jo vetëm shqiptarët, jemi në një epokë digitalizimi, të gjithë kanë varësi nga rrjetet sociale. Për 2.4 milion banor. Pra ti e shef një situatë bipolarizuese në këtë. Rizarta rin pak e kjo, nuk e di nëse ke aktualitetet e tjera, lutem. Aktualitet të tjera kam, po një koment të shkurtër do bëja për këtë. Sigurisht rrjetet sociale ndikojnë shumë, lidhur dhe me figurën e Erion Veliajt, se që kur u fut në burg, gjithë TikToku i Erion Veliajt është menaxhuar nga një person i cili punon për TikTokun dhe ka bërë një propagandë të papar për të rritur dashamirësinë e njerëzve të rinjve së shumti për figurën e Erion Veliajt. Ja kanë dalë, kanë përshtypjen sikur ka një rritje. Ja kanë dalë goxha, sepse të ndjekësh trendet tashmë është shumë e lehtë që të manipulosh njerëzit me trendet e rrjeteve sociale. Ndërsa për aktualitetet do doja të flisja për 2 gjëra komplet të ndryshme. Së pari do doja të flisja për një shqetësim që kam unë, apo mendoj që është një shqetësim që ja vlen të flitet për të gjithë, sepse jetojmë në një epokë të frikshme që është epoka e inteligjencës artificiale. Dhe është bërë një fenomen i ri, së shumti shqetësimin e kanë treguar mjekët, të hipokondrisë digjitale. Kjo është kur personat, njerëzit, janë shumë të fiksuar me trupin e tyre dhe mendojnë se ka diçka që nuk shkon me ta. I drejtohen inteligjencës artificiale për të diagnostikuar sëmundje, më pas blejnë medikamente të cilat inteligjenca artificiale ja sugjeron. Dhe kjo është bërë shumë shqetësuese, sepse jo vetëm që inteligjenca artificiale nuk mundet që të diagnostikojë një sëmundje, sepse sado që mund të na vinë në ndihmë, mund ta përdorim si mjet informues, nuk mundet kurrësi që të zëvendësojë mjekët apo doktorët, sepse nuk mund të dallojë një herë ngjyrën e lëkurës, tonin e zërit me të cilin po flet, nuk mund të mas rrahjet e zemrës, frymarrjen. Edhe është bërë një problem shqetësues, sepse mund të ketë, i gjithë ky fenomen që është krijuar mund të ketë pasoja fatale deri në vdekje. Sepse nuk e thekë rrethi ke trotuari, nuk pa të kota thoje, kështu që rrethi katror vlen dhe për këto gjëra, se ishte temë ngjashme më duket. Dhe tjetër? Dhe së dyti do doja të flisja pak për fenomenin e TikTokut, së fundit është bërë politikani në New York, Mamdani. Por ç'është ai se ai fitoi zgjedhjet dhe i gjithë brezëri me thënë të drejtën është shumë i lumtur. Madje në rrjetet sociale po bëhen shumë kërkesa që
përfaqësoj akoma më shumë njerëz se sa vetëm New Yorkun, sepse për herë të parë kemi një politikan i cili përfaqëson gjeneratën e re. Kemi një njeri të ri, ai është 35 vjeç, 34 vjeç. Ne personalisht unë, po gjithë rinia, mendoj që është lodhur nga këto figurat e vjetra të politikanëve që vetëm përsërisin veten, edhe nuk mendojnë asnjëherë për brezinëri, sepse të jesh një person 60 vjeç plus, nuk mundes kurse si ta kuptosh idenë dhe mendjen se si mendon gjenerata e re. Dhe për herë të parë Mamdani duket sikur i ka dhënë zë të gjithë të rinjve dhe flet me një patos njësoj si flet Trumpi, të njëjtën vetbesim ka si Trumpi, po nga ana tjetër fjalët që thonë ndryshojnë dhe ndikon shumë tek njerëzit. Është për popullin. Ai kishte politika shumë interesante që mendoj që politikanët duhet i fusin në të gjitha vendet. Ai ka folur për ngrirjen e qirave, ka folur për transportin falas, për përmirësimin e shëndetit dhe për herë të parë duket sikur po mendon vërtet për popullin, se thotë që po mendoj për jetesën, sa të vështirë keni që të përballoni një herë jetesën, më pas që ta përmirësojnë me gjëra të tjera. Dolem aty ku thash do unë një tjetër bipolaritet i amerikanëve të New Yorkut. Kemi Mamdani se është kontradiktore, kemi një besimtar musliman dhe kemi Mamdani një socialist, pra një majtis liberal. Dhe po ta vini dre dhe gjitha memet ishin shumë humoristike sepse në metron e New Yorkut tregonte një femër besimtar muslimane të mbuluar e thoshte teze e Mamdamit dhe në krah të saj ishte ulur një transseksual që thoshte votusja e Mamdamit. Çfarë ndodh? Mamdami është besimtar musliman, është antisemit, është socialist, është emigrant. Pra, ka shumë karaktere brenda një karakteri që po luftojnë me të vërtetat. Dhe mendoj që është gjë e mirë sepse nuk është gjë e mirë sepse nuk ka një deviz. Ka si Qemal Stafa, po pëlqej. Nuk ka një deviz, po dëgjoj, është një besimtar musliman, është një besimtar musliman që muzikën e ka në haram, seksualiteti duhet të ndryshon. Po çfarë ka kjo me qenit politikan? Se besoj që ky e ka muzikën e haram ky, që po shohim në ekran aty mbrapa. Më fal, a kupton që është kontradiktore? Jo, ai si mund ta ketë muzikën haram kur ai pjesë të fushatës së tij ka qenë pjesë në përparti dhe ka bërë edhe... është hipokrizi, fushat elektorale, ti ke dëgjuar aq shumë sa thua më çoni në New York, ke qenë në New York, kur të vesh do më kujtosh. Nuk ka lidhje, është hipokrizi. Nuk kam nevojë të shkoj në New York që të mund të analizoj apo të mund të kem një opinion mbi New Yorkun. Nuk u keni lënë gjyqësve dhe prindve, pra, na gënjeni deri të dielën, të hënë marrin mandatin dhe fillon sulmi kundër. Se të tjerët çfarë kanë bërë atëherë më jep një përgjigje përse. Po mirë, atëherë përse 20 miliarder kanë mbledhur $22 milion për fushata kundër Mamdanit. Po, sepse i tremb politika e tija. Atëherë nuk është gjë e mirë që po tremben këta të vjetrit që kanë kapluar popullin. Po sepse janë korporatat, mbajnë vende pune, paguajnë taksa. Okej. Ja ti je një socialiste, një kriptosocialiste. Unë jam një humaniste. E kam thënë gjithmonë. Cako, do shpjegim kjo histori e këtij se ky ka filluar simpatin ton, kështu që rim kjo herë pastaj. Desha të flisja pak edhe për këtë situatën e brendshme të vendit, është kjo lufta për trashëgiminë e PS-s. Po, hajde. Që po ndodh ku është përfshirë Deep State, që është në aksion Deep State. Paku, Sorosianët dhe Partia Socialiste, të cilët mund të kenë marrë, siç e kemi thënë herë tjera, që të vendoset dikush si pasardhës në Partinë Socialiste dhe po zhvillojnë këto luftra. Tash në mes të kësaj jave ishte vendimi gjykatës kushtetuese. Hajde, si e keni lexuar ti këtë se shumë njerëz duan ta. Gjykata kushtetuese, njerëzit edhe Rama e shiti si një gjykatë e lirë dhe e pavarur nga vendimet politike, e cila mori një vendim kundër interesit PS-s për të zhvilluar zgjedhjet në Partinë Socialiste. Në fakt, është e kundërta mbas thirrjes zëvendës kryeministres në SPAK dhe vendosjes si një kandidaturë që Miss Shiringa, që ishte kjo Manastir Liu, Miss Vaksina, Miss Pandemia, Partia Socialiste bëri testime dhe exit pollet e saj e tregonin në një humbje shumë dhe në një rënje drastike në Tiranë. Dhe rënja e Tiranës është paralajmërim për rënjen e përgjithshme të Partisë Socialiste në gjithë Shqipërinë. Dhe Rama vendosi të përdorte këtë taktik. Po jo për të... Kjo nuk ka çik sens, sepse ai mori një mandat më shumë para 3 muajsh në Tiranë partia, në 3 muaj ra, apo si duket tu përkeqësuar pa pritur sondazhet. Po thirrja e Ballukut, njerëzit kanë filluar ta kuptojnë që
ka dardhaxhin, po ka dhe krye dardar, se të gjithë nuk mund të jenë dardhaxhin qanë mbrapa kurizit, dhe njerëzit tash po fokusohen dhe po e kuptojnë që krye dardari që ju kërkon dardha të gjithëve është kryeministri, dhe vendosja njëkohësisht e emrit Manastiliut dhe vetë fakti i zgjedhjeve të parakohshme për shkak të një kryebashkiaku të akuzuar për korrupsion dhe me një figurë publike shumë të dëmtuar për të këqijat që i ka sjellë Tiranës, solli që njerëzit të reagojnë, edhe ata që janë indiferent, por edhe shumë socialist, dhe në exit pollin që ka bërë Partia Socialiste, doli që ishin humbje. Unë dua të theksoj një fakt tjetër që është duke u përgatitur nga dalë lufta e tretë botërore. Në Bruxelles, qeveria e Brukselit e Belgjikës ka thirrur Këshillin e Sigurisë në takim ku akuzohen që Belgjika po kërcënohet me luftë hibride, ku akuzohen rusët për shkak të disa dronëve që janë kapur në aeroportet e Belgjikës. Dhe kjo është një false flag, domethënë një flamur i rem që quhet, që i bëjmë vetë për të akuzuar kundërshtarët dhe për të mbajtur gjallë luftën me Rusinë, e cila është projektuar që të zgjerohet, qoftë në gjatësi të vijës së frontit, qoftë në intensitet dhe në vrasje. Dhe deri tash që po mbahet në ekuilibër nga dy anët, po mbahet me qëllim që më vonë të shtohet, jepet një imazh sikur Putini ose Hitleri i ri, siç e quajnë mediat perëndimore, ka fituar një lloj si Hitleri 2 vjet të para luftën 39-41, dhe pastaj viti 42 filloi tat pjeta dhe deri në 45-ën humbi luftën, dhe nuk është çudi që të ketë një replay, një ripërsëritje të historisë së Hitlerit dhe me Putinin. Në lidhje me këtë mandanin që ka fituar, ky ka dy risi kryesore. E para njerë është musliman dhe e dyta është komunist. Midis ati Michael Cuomos dhe ai ishte një personazh shumë i ndyrë gjatë periudhës së pandemisë nga ana e demokratëve, dhe ai një lloj komunisti dhe një lloj globalisti i neveritshëm, Trumpi zgjodhi Cuomon dhe u bëri thirrje duke e ditur që New Yorku nuk mund të fitohet nga republikanët, ju bëri thirrje demokratëve të New York. Tashi, ç'a ndodh me këtë? Ky New Yorku ka 75% i ka gjuish banorët. Pra, këta nuk e kanë votuar muslimanët, këta e kanë votuar çifutët. Dhe ajo që thuhet që ky është antisemit, këto janë gënjeshtra. Ky e tregoi veten se kujt i përket, bëri një foto me kreun e përfaqësuesve të Deep State-it, ose të shtetit të thellë, që është Alexander Soros. Dhe vendosja e dorës mbi shpinën e këtij, në foton që odhi vetë Aleksandri, tregoj që ky mbështetet ke Sorosi. Çfarë do të thotë për ata që nuk e kuptojnë mirë fjalën Deep State? Deep State do të thotë përpjekje një pakice të vogël, të mirë organizuar me fonde dhe me ideologji, për të sunduar marrjen e vendimeve në mënyrë demokratike, pra nga shumica e shoqërisë. Në qoftë se njerëzit zgjedhin diçka, këta ja rrëmbejnë pushtetin nëpërmjet mekanizmave që kanë ngritur të kontrollit dhe të sundimit. Pra, ky do t'jetë një njeri që do punoj për ideologjit dhe jo për shumicën si që ka premtuar, dhe për mua është pak a shumë një lloj si nga këta ju kam thënë që ruajuni nga këta me mend të përveshura dhe që janë dhe të dobët, sepse janë shumë të rrezikshëm dhe zgjidhen në ato funksione. Jo dorashkën Trumpit ky se i tha djalë jam unë. Shiko, të kam thënë që këta kam projektuar sionistët, kam projektuar shkatrimin e Amerikës nëpërmjet luftës civile. Kjo mund të vijë për 3 vjet, për 5 vjet, për 10 vjet, por ama ata e kam projektuar në momentin që ata do të jenë të fuqishëm në lindjen e mesme. Dhe të gjitha këto nuk janë gjë tjetër veç se çojnë ujë këtu që fuqia e racës angleze, ata që krijuan dhe ngritën dhe forcuan, ndërtuan shtetin amerikan për 250 vjet,
të bjerë, dal nga dal, derisa të ketë përplasje midis të dyja palëve. Yorku sa për sqarim. Ja vështirë njoftimin e rëndësishëm apo do të bësh demontim? Patjetër, demontim si fillim. Yorku është qyteti më i famshëm në botë, ku nuk ka 75% të popullsisë hebreje, por një konglomerat racash, edhe kombesh, edhe besimesh fetare. 25% tjetër ashtu është. Është qyteti më liberal në botë, është qyteti që historikisht ka votuar. Në qoftë se s'ka shumicë absolute që futësh, unë ta jap një drek ose një darkë. Kur të duash ti? Gjithmonë base, inshallah sa dëgjon. Demontoje. Të Amerikës do ta tregoj me mesazhet, me komente në YouTube. Demontoje. Dhe është qyteti më liberal dhe asnjëherë nuk është fituar prej republikanëve, prej konservatorëve. E tha Fredi. Është një qytet që tregoj dhe njerë që jep mundësi çdo individi dhe zotria e tha me fjalë të veta, është qytet i ngritur i themeluar nga emigrantët, i ngritur nga emigrantët dhe erdhi momenti që një emigrant të drejtohet. Por çifutët emigrantë janë çfarë? Por të jemi të qartë, nuk ka shans djalit për të bërë presidenti. Jo ton ca pralla këtyre ca formula, qyteti ngritur nga çifutët të gjithë Amerika me emigrantët. Karriera e tij politike do të jetë e kushtëzuar. Pra, mund të shkojnë ndoshta deri në Senat ose se duhet lindesh në Amerikë për të bërë president. Po, vendlindja Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pse Barack Obama në Amerikë ka lindur? Po, ishte debati me Donald Trump, por u verifikua. O zotëria ka lindur në Lulu, e ka thënë Frecako. Po, pra, për territori Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai pretendon që ka lindur në Amerikë, po në fakt s'ka lindur në Amerikë. Po, pra, atëre lajmet e mira nga na vim. Nga New Yorku kthehemi në Tiranë te rezidenca Balada e kompanisë Kontakt, një rezidencë e krijuar për familje që kërkojnë një vend për të jetuar me qetësi dhe me komoditet. Rezervo sot me vetëm 1.000 euro, 2 minuta pranë liçenit të Farkës dhe unazës së madhe. Shijo hapësira të gjelbra, këndë lojrash për fëmijë dhe ajër të pastër. Rezervo sot me vetëm 1.000 euro, Manush, duhet ta përmendim shpesh herë, sepse Balada është zgjedhja ideale. Kontaktoni në numrin 068 40 49 444 ose klikoni në webin kontakt.ala. Edhe banorja më e re quhet Rizarta Hoxha, kështu që bëjmë thirrje shqiptarët e New Yorkut një apartament të lezetshëm. Të blejnë te Kontakti. Nise, po nuk më duk shumë e zauruse ajo pjesa e aktualitetit ku ti fole pak për deep state-et Kerama Velia i Balluku në Shqipëri. Mos keni gjë për shtuar? Apo i kemi thënë herë të tjera, mendoj unë që mund të jetë pasardhësia. Luftë pushteti me suporte ndërkombëtare të ndryshme. Për trashëgiminë e posaçërisë. Po kush mbështet kë? Për shembull Veliajin kush e mbështet? Veliajin mundet që qofse ka një mbështetje nga mbrapa. Madje edhe Zoti e ka praktikisur. Askush nuk e mbështet më Veliajin. E mbështesin vetëm ata që lëshuan ato fishek zjarre që janë kërkushi. Para pak ditësh, në një intervistë që dha Domani për aktivitetin e tij 3 vjeçar në SPAK, tha që e sqaroi, tha akuzat e Velis që ndrojnë, Velia do ballafaqohet, do përballet me këto akuza në gjykat dhe objekti i shqyrtimit dhe vendimit të gjykatës kushtetuese nuk kanë lidhje me objektin e hetimit dhe e gjykimit të Veliajt në SPAK. Unë mendoj që Altin Dumani në momentet e fundit bëri një hakmarrje perfekte. Ishte njeriu që këto 3 vjet ne mediat, njerëzit, politika ngritën mitin e një njeriu me dorë të hekur që po bënte namin në Shqipëri, një njeri që theu mitin e politikanit, por këtë mit ja ngriti vetes vet. Çfarë ndodhi? Po ta studioni psikologjikisht Altin Dumanin, gjuha e trupit, mënyra si komunikon. Altini u pompuaj shumë sa u vendos në rreshtin e parë të lozhës mes presidentëve, kryeministrave, kryetarëve të gjykatave, diplomatëve. Altin Dumani pritej në perëndim veçanërisht në Amerikë me tapet të kuq dhe Altini shpresonte që parlamenti do të ndryshonte mandatin e kreut të SPAK-ut. Dhe të sytë Altini dhe kemë parë që donte patjetër një mandat më të gjatë se 3 vjet. Çfarë ndodhi? Politika shqiptare si e pabes që është e preu në bes Dumanin dhe nga një kryetar SPAK-u me një mandat të ëndëruar prej gati 9 vitesh, u ka të ndiste 3 vjeçari, është në muajin e fundit dhe do largohet. Dhe i zgënjur nga politika, veçanërisht nga qeveria e Edi Ramës, nga partia e Edi Ramës, çfarë bëri? Sepse thellë po ta shikoni, i hoqën dhe mikun e tij të ngushtë nga qeverisja, ministrin e drejtësisë Ulsi Manje. Dhe çfarë ndodhi? Altini u hakmor në momentet e fundit dhe gjahu i gatshëm për ta çuar në giljotin ishte Belinda Balluku. Por këtu është bërë gabimi më i madh.
Unë personalisht në qoftë se është e vërtet që Ministria e Transportit, Drejtoria e Autoriteti Rrugor Shqiptar, ja ka dhënë tenderin fitus të tunelit Llogaras kompanive turke, ka bërë shumë mirë. Pra, po arrim që Shqipëria po blen diplomacinë ndërkombëtare me lek. Dhe kjo është gjë e mirë. Underground te kjo. Po pra, underground. në situata të tilla ku kalon bota, miqt e fort, miqt e mëdhenj ku përfundon Akmarja, zotëri Lori këto? Akmarja ku përfundon? Çoj numrin 2 të qeverisë, e çoj para në prokurori, e thiri si të hetuar. Pse nuk do ndodhi deri në fund se ky do iki nga detyra? Po më fal një minutë. Pse nuk pati kurajo të marrë Edi Ramën? Ka pafund shkelje, ka pafund akuza. Si merr ka Edi Rama na bitet ti? Se të thyen dhe mikin Edi Rama do të bëjë puna pa kërcika. Ky korrupsioni që e ka. Pra, ja ta mbaroj, dhe bën mirë Shqipëria që po ble diplomacinë botërore me para, sepse larg qoftë nesër, nëse në Rina se vin 5 dron rus, kush do t'i luftoj? Niko Beleshi, ministri mbrojtjes, Rama, kush më thuaj? Pra, pandimën e një superfuqie, pandimën e një aleati të fort, s'ke ku shkon, dhe aleatët e fort blijen me para. Turqia, Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra duhet ta kuptojmë që diplomacia por saj ka para, dhe po nuk nuk e për të marrë kur. Kjo ngjan, kjo afera e 50 milionë euro që kjo ka çik drejt kur thotë, që ato lekët i ka marrë ai turku dhe ai s'ka përfituar asgjë po. Por Por interesin e madh të Shqipërisë, si duhet bërë kjo? Mitë Erdoganit. Ne s'mund të bëjmë avokatinë e këtyre veprimeve. Për refikator, veprime të tilla të ngjashme janë ndërmarrë dhe më përpara dhe në rastin e ndërtimit të rrugës së Kombit, që e mori Bektelenka, në fakt ajo ja dha kompanive turke të cilat e ndërtuan dhe përshirimin e Kosovës, sepse Bektelenka është pjesë e kompanisë shumë multi pra sollën Bushi në Tiranë, pastaj e ndodhi. Dini historinë, është pjesë e kompanisë Halliburton, ku ishin Dick Cheney, George Bushi, të cilët ndihmuan për kauzën shqiptare dhe për çlirimin e Kosovës, pavarësisht se ishte Bill Clinton ai që mori veprimet, por njihen këto veprime nga qeverit, sepse nuk ka se si t'jepen para hapur fare për diplomaci ose për mirënjohje. Më mirë si u ekspozo ka njerëzit. Por këto sigurisht që janë të pa justifikuara kur dalim publik dhe dikush duhet të përgjigjet. Çfarë ndodh? Pra le ta fitojmë aleancën turke, por le të fusim njerëzit tanë në burgje. Këta socialistët nuk e kopcitën mirë siç e kopciti Berisha. Sepse Berisha dha direkt që në fillim Bektelenkës. Kurse këta underground ky që ka historisë. Jo, edhe rruga e Kombit shkoi në prokurorin dhe gjykat, por sistemi vjetër e nxori lulin të pafashëm. Çfarë ndodh? Qeveria turke ka bërë 2 investime madhore. Spitalin rajonal të Fierit 55 milionë euro dhe xhamin e Namazjas 32 milionë euro. Pse si takon ti marr mbrapsht këto lek? Ja pra, i mori. Erdhi ta ndërtoi, i dha pushtetin Ramës me atë spital, edhe u bëri qefin besimtarë dhe po i mori mbrapsht ato lek. Sigurisht që ti ngarkosh. Atëherë sa duhet që ti fare, të merrem me turqit neve dhe ti heqim këto nga zyrat. Na merrni lekët. Kjo balluku mund të ketë shumë gjënaja atje, do ta tregoj atje, domethënë, po nuk ma merr mendja që të ngarkohet me këtë çështje, e cila është një çështje, mendoj unë ashtu siç e tham, mund të jetë një çështje politike. Geopolitik. Po, geopolitike dhe nuk mund të ngarkohet për këtë lloj afere që e akuzon ai. Cako me Manen, edhe me Rizartën në një pikë shumë të bukur, pëlqej të tre. Ja ky është rreth katror. Jo, ky s'është rreth katror. Rreth katror do për plasje. Jo, për çështje mallore Shqipërisë ne bashkohemi. Rizarta, çfarë shihesh ke sjell sot? Normalisht, unë nuk kam vetëm një shije këtu në tavolinë, kemi 5 shije të ndryshme. Në çdo moment të ditës duhet të freskohemi me premium Balajthiza. Ju mund të zgjidhni midis 5 shijeve fantastike, siç janë premium tonic water, premium cola, premium orangeade, premium lemonade dhe premium rosé. Të gjitha janë të krijuara me ujë natyral mineral nga burimi Balajthiza. Dizajn, freski, shije dhe mos harroni, janë 100% vegane. Pjesën e dytë dashur miq, do kthehemi me temën kryesore të ditës sepse edhe kjo ishte pjesë e temës, këto çështje kaq të nxehta që diskutuan. Ka thënë Yuval Harari, njerëzit kanë vetëm 2 aftësi themelore, fizike dhe njohëse. Kur
makinat na zvendësuan në aftësitë fizike, ne kaluam në punë që kërkojnë aftësi njohëse. Nëse inteligjenca artificiale bëhet më e mirë se ne në këtë, nuk ka fushë të tretë ku njerëzit mund të kalojnë. Mos vallë, po krijohet jeta e përjetshme, pjesën e dytë këtu, bomba e Fredsakos. Pjesa e dytë, dashur miq, Electric Cars Albania, makina elektrike, ke koncesionari model që është punë aty ke rruga kryesore ke tegu 2 kilometra, e ca me ngjyrë e shqile, e dalloni, futuni, zgjidhni modelin tuaj të preferuar. Ju duhet një makinë elektrike, po vetëm Electric Cars Albania sjell ato të durat. Mos u llakasni poshtë lart. Dorë parë, cilësi, çmim, efikasitet. 6.000 lekë të vjetra në javë. Çfarë modeli ke ti Manush, Audi? Audi. Tregoje Tregoja publikut. Audi, po do ketë për gjithë. Cako, transhumanizmi versus humanizëm. A mund të jap teknologjia jetën e përtejme? Këtë e ka premtuar Bibla dhe Kurani pas vdekjes. Problemi është ky që e diti që diku lexova që ka nxjerrë dhe një datë që do me thënë bas 100 vjetësh fitohet kjo, nes na kap si brez. Rizardër mund ta kapi, kap Rizardër. Kam lexuar që brezin e ri mund ta kap kjo periudhë. Transhumanizmi për momentin, ose zhvillimi i kibernetikës që ka filluar në mes të viteve 60, që babajin e saj të vjetër ka pasur Aldous Huxley, i cili është nga transhumanistët e parë që ka folur para se të vinte inteligjenca artificiale në këto stade, dhe i ka thënë që do të zhvillojmë një inteligjencë të lartë artificiale që do të ndihmojë njeriun, por kjo do të sjellë papunësi të madhe dhe një diferencim midis një pakice të vogël të cilët do sjellin inteligjencën sintetike në krahasim me inteligjencën e njeriut. Dhe problemi madh do të jetë çfarë do bëhet me këta hamës të tepër për të cilët nuk do të ketë nevojë të punojnë. Këta mendojnë që këta hamës të tepërt nuk mund të rebelohen, sepse më përpara nëse janë rebeluar njerëzit, janë rebeluar për shkak të mos pagimit ose të kërkesave për një trajtim më të mirë me pagesa. Duke mos punuar, ata nuk kanë se si të rebelohen dhe çfarë të kërkojnë. Mënyra më e mirë është të ulim prodhimin e energjisë për sipërfaqe dhe për person, sepse duke ulur prodhimin e energjisë do të bëjmë dhe depopullimin. Dhe me mënyra të tjera pasaj që i kemi thënë këtu, me luftra, me pandemi të ndryshme, me përdorimin e vaksinave, me përdorimin e ilaçeve të Big Pharmës, ne do t'i luftojmë vazhdimisht për t'i ulur cilësinë e jetës dhe vetë gjatësinë e jetës që këta të mos i kemi në përkemb. Dhe si ofertë për ata që do të ngelen të papunë, Aldous Huxley dhe Yuval Harari që ti e përmendet tash, që është ideologu kryesor i World Economic Forum, i forumit ekonomik botëror të Klaus Schwabit, dhe që mendohet që është një nga pretendentët, është Jewish, mendohet që është një nga pretendentët për të marrë atë drejtimin e World Economic Forum në vend të Schwabit, i cili është shumë plak tash, dhe ky pretendon që njerëzit mund të hakerohen dhe nëpërmjet inteligjencës artificiale më të lartë se inteligjenca e njeriut, ne mund t'i kontrollojmë ata dhe t'ju ndryshojmë modelet e ndryshme të sjelljeve. Po ta shikosh në thelb, transhumanizmi është antihuman, sepse transhumanizmi në ndryshim nga humanizmi, i cili e zhvilloi shkencën dhe teknologjinë në shërbim të jetës së njeriut dhe për ta sjellë njeriu nga një bishë në mes të florës dhe faunës në një kontrollor të saj. Pra njeriu të bëhej sundus i florës dhe i faunës dhe jo ata të ishin sundus të njeriut, dhe me kalimin e shekujve njeriu arriti të kontrollojë gjithë planetin. Këta në ndryshim nga kjo kërkojnë që zhvillimin e teknologjisë së lartë ta përdorin kundër njeriut për ta larguar atë nga skena e historisë si një të padobishëm dhe për të sjellë
transhumanin, i cili është një kombinim i inteligjencë artificiale me ata pak sundimtar të Silicon Valley, pra të këta manjatët e mëdhenj si Silicon Valley ke thënë gjitha, e di çdo një çfarë Silicon Valley, kështu që në rregull. Dhe po ti shikosh në thelb, kjo është një luftë midis maltusianëve të vjetër, të cilët kanë pasur ideologët e tyre, edhe mbas vdekjes së Maltusit, kanë qenë njerëz të ndryshëm që ne Brezioni kemi mësuar, si David Ricardoja për shembull, që kanë qenë ekonomistët e kompanisë si Indive Lindore, të cilët kanë nxjerrë gjithë to teza, ashtu si dhe Maltusi, dhe këta thonin që të ardhurat nga toka për shkak të varfërimit dhe për shkak të përdorimit nga tokat më të mira në tokat më të këqija, do të vinë duke ulur dhe e ardhmja e njerëzimit do të jetë drejt skllavërisë. Teshin këta në vitet 1750 kur kanë nxjerrë veprat e tyre. Mirpo koha tregoi të kundërtën, që megjithëse njeriu përdori në fillim tokat më të pasura dhe pastaj më të varfra, të ardhurat për frymë dhe kushtet e jetesës së njeriut kanë ardhur vazhdimisht duke u përmirësuar dhe duke u rritur për shkak të përdorimit të shkencës dhe teknologjisë. Këta nuk e pranojnë një gjë të tillë dhe kërkojnë që ta zhdukin njeriun nga skena e historisë. Kundër këtyre ka qenë një këshilltar ekonomik i Abraham Lincolnit, i cili qysh në atë kohë në vitet 1850-1860, ju është kundërvend teorive të këtyre dhe çuditërisht ato që ka thënë ky këshilltar kanë dalë, praktika ka treguar të vërtetën. Dhe tashi, në qoftë se transhumanizmi ose zhvillimi i inteligjencës artificiale do të shërbente për ngritjen e cilësisë së jetës së njeriut dhe nuk do t'i kundërviheshe jetës së njeriut, atëherë në vitin 1800 ka pasur 1 miliard banor. Në vitin 1900, tashi ka 8 miliard banor. Dhe cilësia e jetës dhe gjatësia e jetës në krahasim me vitin 1900, me gjithë këta apologjetët e këtyre teorive maltusiane, ka treguar që këta kanë dështuar në praktikë, sepse jeta është përmirësuar dhe jeta është zgjatur. Edhe sot, në qoftë se njerëzimi, të cilin ne vazhdimisht po bëjmë apel për këto çështje, do t'i kundërvihet agjendave të këtyre transhumanistëve për të shkatruar njeriun në numër dhe në cilësi të jetës, do t'i kundërvihet inteligjenca artificiale, po të bjerë në duar të humanëve, transhumanizmi do t'jetë një diçka pozitive që mund të përdoret. A do sjellë teknologjia jetën e përtejme, do sjellë teknologjia? Po, ndoshta si mendon ti se pyesin njerëzit çfarë thot Sako për këtë? Një ditë, shiko, mjekësia e sotme nuk është mjekësi profilaktike, është një mjekësi që të çon drejt ilaçeve. Po. Sot mjekësia alternative është një mjekësi që profilaktike, pra që i parandalon smundjet. Në qoftë se ne do t'jemi të kujdesshëm duke përdorur mjekësinë alternative dhe barërat e ndryshme, esensat e ndryshme që krijon mjekësia alternative, ne nuk do të smuremi. Po e pranon që është rritur gjatësia? Demontoje. E pranon që po jo, shtuar dhe çfarë ilaçeve ka drejtë? Kosto jetesës dhe nuk e pranon. Është rritur nga gjena, nga gjena. Sepse kanë kaluar kanalet e zeza në rrugët e fshatrave dhe disnin nga mungesa e gjenës. Nga vaksina, jetëgjatësia dhe kanalizimet e ujrave të zeza, e ujrave të bardha, kanë rritur gjatësinë. Se të çante malaria, tuberkuloze të gjitha. Po pra, nga këto punë. Vdisin njerëz 30 janë tharë kënetat edhe është rritur cilësia e jetës. E para, e dyta. Por ti beson jeta e përjetme, jam kurioz. Do vi një moment që do ketë jetë përjetme? Të përjetshme, jo. As nuk do kthehemi të pavdekshëm. Dëgjova në fillim që tha njerëzit kur filloi programi, moshat e reja i kërkojnë ndihmë ChatGPT-s, edhe trupi ilaçe dhe këto. Në antikitet ata kushurin tanë para mira vjetësh ishin skeptik se nga shpella në shpellë do ikni më këmbë, dhe kur filluan zbutën kafshët dhe nuk e besonin që po t'i jepje një kali ose një gomarit të çonte nga një shpellë te shpella tjetër pa u lodhur dhe pak më shpejt. Çfarë ndodhi? Kaluan kohrat, filluan bën qeren, bën rrotën, filluan shpikën dhe automjetet në Angli,
dhe në Gjermani, dhe njerëzit filluan të besonin të aftësitë e tyre. Kur ikte nga shpella në shpellë më këmbër nuk smureshin. Kur filluan të iknin me kalë dhe me rotat, atëherë filluan smundjet. 30 vjet jeton. Çfarë ndodhi? Besuan në shpikjet e tyre dhe i dhan logjikës të drejtën për ta menaxhuar, për ta drejtuar timonin, frerin e kalit dhe sonte për shembull një moshatar jot merr kod, bëhet dru në kokainë në alkool, dhe të vdes në rrugë 2-3 veta me makinë. Një moshatar jot që është korrekt me semaforin, me ligjin, me nga moshatari tjetër. Dhe ndodh që e respekton rregullat e qarkullimit rrugor, vetë i lumtur në shtëpi, i lë njerëzit të kalojnë. Pra, çfarë po them? Neve, atë që shpikëm, po dim ta menaxhojmë, kemi dhe fatkeqësi, kemi dhe virtyte. E njëjta gjë dhe me inteligjencën artificiale. Inteligjenca është një fëmijë i vogël që po rritet, por nesër ashtu siç i beson ti mjekut, do t'i besosh edhe inteligjencën, bile ndjesh më shumë intimitet i na beson diçka unë mendoj që suksesi vetëm për njeriu do ishte nëse do e mendonte inteligjencën artificiale si mjet ndihmues dhe jo si mjet zëvendësues, sepse gjitha të këqija si sa dhe Fredi do vinë nëse ne mendojmë që zëvendësimi do ishte zgjidhja. Janë të dyja opsione, nuk janë role. Ne pastaj e zgjedhim ne se cilin rol duam t'i japim. Unë mendoj që besoj tek që jetëgjatësia jeta do jetë akoma më gjatë se ç'është është e padiskutueshme, si që tani ne po takojmë njerëz në të 50-tat apo në të 60-tat që duken shumë herë më të rinj se sa mund të dukej një person dikur. Domethënë teknologjia dhe mjekësia ka avancuar jashtëzakonisht shumë. Edhe mentaliteti. Dhe patjetër, tani jetojmë midis të gjithë të mirave, me thënë të drejtën. Po në këtë raportin humanizëm, transhumanizëm, domethënë ku bëhet inteligjencë artificiale që bën ajo që kontrollon njeriu. Unë mendoj që do gjendet balanca perfekte. Prandaj po them që do kemi jetë më të gjatë, do kemi shumë herë më të mira gjërat se si kemi tani dhe do gjendet balanca perfekte, sepse nuk mendoj që askush, as universi nuk ka ndonjë benefit të madh që të zhduk njerëzit apo të mbaj vetëm robotët. Mendoj që do ketë balancë. Sigurt që inteligjencë vetëm një gjë rrova të them unë, Yuval Harari propozon diçka që propozonte edhe Aldous Huxley. Thoshte, ç'a do bëjmë me ata që s'do t'i asgjësojmë dot, por që do jenë ngrënës të padobishëm. Ata thot, do t'i mbajmë me drogra, po jo me drogra organike, me drogra sintetike dhe me video game. Këto do jenë dy gjërat me të cilat ata do të merren. I kanë. Drogra sintetike dhe video game. Po i kanë. Ishte gjithçka në rrethin katror. Një gjë e rëndësishme, inteligjenca artificiale ka hyrë dhe i shërben njerëzimit ke fallëdorsi. E gjithë kjo tryezë është produkti inteligjencës artificiale. Ato damarët aty akoma si keni kuptuar, po do rinin ca kohë me ne për t'i marrë vesh. Fall dorë sa redo fab. Aty ku bëhet gjithçka me teknologjinë më të fundit. Ishte gjithçka po rrethin katror. Mjaft sa po të këndshme, miqtë e mi, dhe ju dashur miq, gjithmonë në shoqërinë e Top Channel.